Jetën flim bare për ne, je shpres na dhurove në kryq. Shkove zonë, jetën flim bare për ne, je shpres na dhurove. Dashuria jote, sa ëmbël, është mëshira jote, sa ëmbël, është fuqia jote, t'japim lavdi, ty omret, t'japim shkove zonë, jetën flim bare për ne, je shpres na dhurove. Se si ta përshkruaj ose di, gjithmonë prande dhe sti më mban. Sa her kam nevoj për ty, ti nga etja më mban lart. Se si ta përshkruaj ose di, gjithmonë pranë vetes ti më mban. Sa her kam nevoj për ty, ti nga etja më mban lart. Uj varë që njerë, uj varë që
që jenë, ujvar që rjenë, për mua ti je Zoti. Dashurinë këndoj, shpëtimtarin për Jezusin. Me njës jam për çfarë ke bërë, o shpëtimi i shtrejti Jezus.
Mirë, përshëndetje edhe një herë. Është kënaqësi me pa gjithë secilin këtu sot, edhe me ndonë nga fjala e Zotit me juve së bashku. Do lexoj 3 vargjet e para nga kapitulli i 8 i Veprave të Apostujve. Edhe fjala e Zotit thotë: Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij, po në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem, dhe në të gjithë u shpëndan në përkrahinat e Judes dhe në Samari, përveç apostujve. Dhe njerëz të devotshëm e varrosën Stefanin dhe bën gjë të madhe për të. Por Sauli po shkatronte kishën, hynte në shtëpi duke tërhequr zvarr burra dhe gra dhe i fuste në burg. Në fakt, këto 3 vargje e kanë historinë e mëhershme. Unë kam predikuar nga Veprat këtë vit, edhe kemi parë se si kisha pas vdekjes Krishtit kishte filluar të përhapej, të rritej, numri i madh njerëzish i bashkoheshin kishës. Kemi pas së bashku gjykimin ndaj Pjetrit, Gjonit, për mrekullitë edhe për gjërat që bënin për Krishtin. Por tani kemi ardhur në një pjesë kur predikimin e fundit pam se si ishte martiri i parë për shkak të Krishtit, dhe ai ishte Stefani. Pra Stefani u vra për shkak se ai ishte një besimtar, për shkak se ai po predikonte fjalën e Perëndisë. Prandaj ky kapitull në fakt është vazhdim i kësaj pjese. Sauli i cili përmendet këtu është po i njëjti Saul i cili dha edhe miratimin për vrasjen e Stefanit. Prandaj kjo përndjekje po vazhdonte. Prandaj ky kapitull mund të themi se është një kapitull shumë i vështirë, po dhe në njëjtën kohë edhe shumë i fuqishëm në historinë e kishës. Kjo ishte koha kur kisha nuk ishte rahati. Ishte koha kur kisha nuk ishte paqe. Ishte koha kur kisha nuk ishte një sezon të lehtë. Kishte një sezon mjaft të vështirë. Por kisha ishte në përndjekje. Njerëzit po shpërndashin, thuhet aty, presionin ndaj besimit po rritej dhe frika ishte reale. Por ajo në fakt, kur i lexojmë 3 vargjet e para, duket sikur është fundi i kishës. Duket sikur njerëzit po shpërndaheshin, njerëzit po largoheshin për shkak të frikës. Por në fakt ishte vetëm fillimi i një përhapje më të madhe të ungjillit. Ndoshta edhe për ne personalisht sot mund të jetë një sfidë e cila na duket sikur ndonjëherë është fundi ynë, edhe mund dorëzohemi dhe themi Zot, s'di çfarë bëj, s'kam çfarë të bëj tjetër. Por në fakt ndoshta është një shenjë që Perëndia po lëviz. Ndoshta është një shenjë që Perëndia po lëviz diçka të madhe përmes teje. Në vargun 4 na thuhet: ata pra që u shpëndan shkonin rreth e përqark duke shpallur fjalën. Pra në njërin anë Sauli i përndiqte dhe ata largoheshin, ndërsa në anën tjetër ata vetëm sa u shpëndonë për vendet e ndryshme për të ndarë fjalën ungjillin. Ata nuk u shpërndan për të fshehur. Ata nuk u shpërndan për të heshtur. Por Perëndia i shpërndau për të predikuar. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Armiku, Sauli pra së bashku me ushtarët e tij, mendonin se po i shpërndajnë dhe po i ndalin. Por Perëndia tha: po i shpërndaj që fjala ime të shkojë më larg. A ka ndonjëherë në situatë në jetën tonë kur ne ndihemi pikërisht në këtë mënyrë? Kur ne ndihemi që kemi dështuar, kur ne ndihemi sikur jemi të ndalur sepse për neve kaq ishte. Por Perëndia e përdor pikërisht këtë për të na çuar më larg. Ndoshta një derë ndonjëherë mbyllet, por Perëndia hap një tjetër, edhe më të madhe. Ndoshta duket sikur një marrëdhënie jonja mbaroi me dikë. Por Perëndia hap marrëdhënie të reja.
Për ne, ndoshta duket vështirësi, por Zoti e bën për të na forcuar. Ne nuk duhet ta nënvlerësojmë atë çfarë Zoti dëshiron të bëjë përmes nesh. Ne nuk duhet të ndihemi në presion. Sepse kur Perëndia lëviz, asgjë nuk mund ta ndalojë. Tani historia e Biblës, në fakt, nga vargu 5 është shumë interesant. Dhe fjala e Zotit thotë: "Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Turma me një mendje të vetme u kushtonin vëmendje gjitha që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë shenja që ai bënte. Sepse frymat e ndyra dilin nga shumë veta që ishin të pushtuar, duke bërtitur me zë të lartë, dhe shumë të paralizuar e të qalë u shëruan. Dhe në atë qytet u bë një gëzim i madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një farë burri që quhej Simon, i cili bënte magji dhe bënte të çuditëshin njerëzit e Samaris, duke thënë se ai ishte njeri i madh. Dhe të gjithë nga i vogli deri tek i madhi i kushtonin vëmendje duke thënë: "Ky është fuqia e madhe e Perëndisë." Dhe i kushtonin vëmendje sepse për një kohë ai kishte mahnitur me magjitë e tij. Por kur i besuan Filipit, që shpalli lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezus Krishtit, u pagëzuan burra dhe gra. Besoi edhe Simoni vet, si u pagëzua, rrinte vazhdimisht me Filipin dhe çuditej duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë. Dhe apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, u dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin, të cilët si zbritën u lutën për ta që të merrin frymën e shenjtë, sepse ende nuk ishin zbritur mbi asnjërin prej tyre, por vetëm ishin pagëzuar në emrin e Zotit Jezus. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën frymën e shenjtë. Në fakt, Bibla në këtë rast po na prezanton me Filipin. Nuk ishte Gjoni, nuk ishte Pjetri, nuk ishin pra këtu dy figura të mëdha që në fillim të veprat e apostujve ne i shohim. Zoti nuk e dërgoi Gjonin dhe Pjetrin për të ndarë fjalën, por Zoti e përdori Filipin. Filipi është një shërtor i zakonshëm, një person shumë i thjeshtë, dhe Zoti e dërgoi në Samari. Dhe fjala thotë që kur ai predikoi Krishtin, njerëz dëgjonin, shëroheshin, frymat të liga delnin nga ta. Dhe na thotë që në këtë qytet kishte një gëzim të madh. Nuk thotë që në këtë qytet kishte një gëzim, po në fakt thotë kishte një gëzim shumë të madh. Pra Perëndia nuk po kërkon njerëz të perfekt për të dërguar për fjalën e tij. Ai kërkon të njerëz që ishin në dispozicion të Perëndisë, që ishin të gatshëm për të shpallur fjalën e Perëndisë. Edhe ndoshta ne nganjëherë mendojmë për veten tona që ndoshta s'jam mjaftuar shumë i mirë. Pa nuk di me fol mirë se e kisha bërë këtë gjë. Unë nuk jam si pastori. Unë nashtë e kisha ndonë gjillin, po nuk jam si pastori, nuk i di gjonat, nuk di nashtë i qysh më qasë. Por Perëndia nuk pyet se sa perfekt jemi. Perëndia na pyet, a jemi të gatshëm? Dhe a jemi në dispozicion të Perëndisë? Sepse nëse ne i themi po Perëndisë, kjo mund të sjellë gëzim të madh tek dikush tjetër. Tani, ajo çfarë shohim me këtë personin, me Simonin, është shumë interesant. Ky ishte magjistar dhe këtu na thuhet që ai u pagëzua dhe i besoi Perëndisë. Për vargu 18 thotë: Kur Simoni pa se me vënien e duarve të apostujve jepej fryma shenjtë, u ofroi para atyre, duke thënë: Ma jepni edhe mua këtë pushtet
që ai mbi të cilin do të vë duar do të marrë frymën e shenjtë. Por Pietri i tha, le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund të fitosh me para dhuntin e Perëndis. Ti nuk ke as pjesë, as short në këtë fjalë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndis. Pëndohu pra për këtë ligësi tënde dhe lutju Perëndis që ndoshta të mund të falë synimi i zemrës sate. Sepse unë të shoh se je në vrerë hidhësie dhe në prangat e paullësisë. Dhe Simoni duke u përgjigjur i tha, lutjuni ju Zotit për mua që të mos më ndodh asgjë nga ato që thatë. Ata pra, pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, mbasi u ngjyllëzuan shumë fshatra të samaritanëve. Pra Simoni u pagëzua, tha që i besoi Perëndis. Dhe kur ai pa fuqinë e apostujve, ai dëshironte ta bënte këtë për vete. Dhe tha, sa para duhet t'ju jap që unë të kem këtë fuqi. Por ky është një paralemrim edhe për ne, që ne nga njëherë mund të jemi ta ndjejmë se jemi shumë afër Perëndis, por zemrat tona në fakt janë shumë larg. Është mundur që të dukemi shumë shpirtëror, por të mos jesh i sinqert brenda vetes. Perëndia nuk kërkon një performancë, nuk kërkon një show, por Perëndia kërkon sinqeritet. Perëndia kërkon një zemër të pastër. Dhe nëse ne ndonjëherë ndjehemi sikur ne jemi në situata të tilla, atëherë duhet të drejtojmë syt nga ati ynë. Nëse shohim këtë pjesë, ne themi Filipi bani një mrekulli shumë të madhe. Shkrimi na thotë që ai bënte mrekulli, largonte gjaj nga trupat e njerëzve, bënte mrekulli të mëdha, kisha po rritej, njerëzit po ktheheshin te Perëndia, edhe në një moment e shohim se pavarësisht kësaj punës të madhe që po bën, Perëndia thiri dhe i tha shko dikun tjetër. Edhe ne mund të themi, po si ka mundësi që çfarë punë të madhe ishte të bë Filipi, edhe Zoti i thot leje edhe eja dikun tjetër. Vargu 26 thot, dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit duke i thënë, ngrihu dhe shko drejt jugut, në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkretë. Ai u ngrit dhe u nis. Dhe janë një burr Etiopias, Eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjës i të gjithë thesarëve të saj, i cili i kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Tani ai po kthehej dhe i ulur në karrocën e vet lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit, afrohu dhe ngjitju asaj karroceje. Filipi u turr afër dhe dëgjoi atë duke lexuar profetin Isaia dhe tha, a e kupton vallë atë që lexon? Ai tha, e si do të mundja, po s'pata një që të më udhëzoj. Edhe ju lut Filipit që të hip dhe të ulet pranë tij. Dhe pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo. Atë quan si delja për ta therrur. Dhe ashtu si qengji është më mec përpara qetarit, ashtu ai nuk e hapi gojën e tij. Dhe për uljen e tij u ngrit gjyqi i tij, por kush do të mund ta përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij ngrihet nga toka. Dhe eunuku duke i përgjigjur Filipit tha, të lutem, për kë e thot profeti kët? Për veten apo për ndonjë tjetër? Atëherë Filipi hapi gojën e tij dhe duke filluar nga ky shkrim i shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë, dhe eunuku i tha, ja uji, çfarë më pengon të pagëzohem? Dhe Filipi tha, nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh. Dhe ai u përgjigj duke thënë, unë e besoj se Jezus Krishti është biri i Perëndisë.
dhe urdhëroi të ndalet karroca, dhe të dy, Filipi dhe Eunukun, zbritën e ujë dhe ai e pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe Eunuku nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me gëzim. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke përshkruar u ngjillëzoi të gjithë qytetin derisa arriti në Cezare. Pra Filipi, Zoti nga një mrekulli që ishte duke bërë në qytet, e thiri dhe i dërgoi në shkretir. Por Zoti e thiri për ta përdorur. Ky person e pyeti Filipin, ai i tregoi për Krishtin dhe i tha çfarë më pengon që të pagëzohen. Dhe Filipi e pagëzoi atë. Kur Perëndia na thot të flasim një personi, ne duhet ta bëjmë atë. Kur Perëndia na thot ndihmoje dikë, ne duhet ta bëjmë atë. Kur Perëndia thot lëviz, bëje, sepse Perëndia ka një plan për ty. Por plani yt është për lavdinë e tij. Dhe atë çfarë ne mund të mësojmë nga kjo pjesë sot, nga ky kapitull sot, është se Perëndia punon në vështirësi. Ai përdor njerëz të zakonshëm. Ai kërkon një zemër të pastër. Dhe ai që shërben me bindje. Pyetja për ne sot, ku jemi ne në këtë histori? A jena në një sezon të vështirë? Mos u dorëzo. A ndjehemi zakonshëm? Perëndia mund të na përdorë. A ndjejmë që zemra jon ka nevojë për ndonjë rregullim? Sot është dita. Apo na thret Perëndia për të bërë një gjë? Mos ta lëm për nesër. Ta bëjmë sot. Ne duhet të themi Zotit, Zot, përdore jetën time, pastroje zemrën time, dhe Zot, unë dua të bindem. Dhe ne nuk kemi nevojë të presim nesër të bëjmë këtë gjë. Ne mund të bëjmë këtë nga sot, sepse sot është momenti perfekt për Perëndin. Tani, ky është fundi i predikimit, por para se të përfundojmë, dua të tregoj një ngjarje, një histori, e cila është histori e vërtetë, por e cila ka qenë shumë mbretëslënce për zemrën time, edhe çdo herë e kujtoj këtë histori. Ishte një person me emrin Joshua. Nuk e di sa prej jush keni qenë herë në një fluturim në aeroplan kur ka pas bubullima, vetima, jo shi, por bubullima dhe vetima. Unë besoj pastori e kujton, nuk e di nëse e kujton, por kemi qenë herë në një aeroplan të shku për Amerikë, edhe në Frankfurt një 20 minuta s'kemi besu që do të shpëtojmë. Qielli ishte i qartur, vetima, murmurima, aeroplani shkon të kështu. Edhe shumë interesant sepse edhe njerëzit që nuk besojnë Zotin fillojnë të lutën. Edhe dëshira e vetme në ato momente është që o Zot, ma jep vetëm një mundësi t'i përshëndes familjarët e mi. O Zot, lutem, ma jep edhe një mundësi t'ju flas atyre për herë të fundit. Edhe unë kthejnë edhe shoh pastorin se ishim në karrikat të ndryshme edhe ky qeshte. Edhe njerëzit bërtisin, o Zot, shpëton, o të lutem. Ko ishin njerëzit, edhe vetë e kisha atë friken, e kisha veç, ishte i lindur vetëm Joeli dhe thishë, o Zot, lutem, ma jep edhe një mundësi edhe një herë mi po për herë të fundit. Por me të vërtetë është një situatë shumë e rëndë. Edhe njerëzit që ndoshta për me nuk besojnë kur ishe duke u lut edhe duke bërtit. Edhe ky personi Joshua ishte në një karrik, edhe afër tij ishte një vajzë e cila ishte nuk i interesonte çfarë ishte të ndodhi jashtë, edhe ajo vizatonte. Edhe ky bërtiste edhe ajo prapë vazhdonte dhe vizatonte. Edhe ti Joshuas, kjo vajza i bari përshtypje. Edhe kur zbritën në aeroport, ateruan, edhe pas si kaluan kontrollën e pasaportave, Joshua po i afrohet kësaj vajzës. E i tha, zemër, a muj me të pyet diçka? E tha, po, si jo.
Si ka mundësi, tha, kretë aeroplani, shumë të friksum, qanim, bërtitnim, edhe ti nuk kishe frikë. Edhe aja vazhdonte edhe vizatonte, ngjyroste. Edhe tha, pse të kisha thonë frikë? Tha, po ne po mbyteshim edhe ti nuk kishe kurfar frike. Arsyeja, pse ti nuk u friksove? E dini cili ishte përgjigjja e saj? Nuk kisha frikë sepse piloti është babai im. Edhe ajo e dinte se ishte në durë të sigurta. Ajo e dinte sepse babai i saj nuk do ta linte të vdiste. Edhe ne kuptojmë një gjë nga kjo histori. Pavarësisht këtyre vetima, bubullima, frikës, ajo e dinte se çdo gjë do të ishte në rregull. Ajo e dinte se babai i saj ishte i piloti dhe asaj na i kishte dhënë siguri dhe paqe edhe kur kishte këto trubullina. Kur ne kalojmë në vështirësi, probleme shëndetësore, probleme familjare, probleme martësore, çfarë do është probleme? Një gjë duhet ta dim. Ati ynë është piloti ynë. Ati ynë është ai që drejton jetën tonë. Prandaj ne, kur ne ndodhemi në këto situata, ne duhet t'i dorëzohemi autoritetit të Perëndisë. Kur fjala e Zotit është standardi ynë, kur ne i bindemi fjalës së Tij, kur ne drejtohemi nga Ai, nuk duhet të kemi frikë, sepse Ai është piloti ynë dhe nuk do të na lë asnjëherë në asnjë vështirësi. Ajo çfarë mësoi Joshua ditë ishte se unë nuk jam në krye. Unë nuk jam autoriteti. Por Zoti është piloti ynë. Dhe ne duhet të dorëzohemi atij, për të kërkuar çfarë ai do të bëjë. Amen.